e referua edhe njoftimi që kemi një sulm direkt, kemi goditjet e pikave kryesore, ndoshta se kemi dhe bazën në Kuçov, apo raste të izoluara terroriste. Ato do jenë të veçuara si shton ata tani se ka element tani se loja është hapur shumë. Mund të jetë dhe individ të veçantë, ashtu si çunë dhe të organizuar. Dhe këtu tek neve kanë hyrë tani, se kanë hyrë, domethënë ne kemi 3000 veta i kemi në Rina, në Maminas, ku janë ata që është qendra e qytetit tyre. Por ata kanë dhe në për Tiranë ne kemi shikojmë shumë të vojtë. Ata janë element estagjësh tani, kështu që shteti duhet i di këto sigurimi. Çfarë bën Shishi, çfarë bën sigurimi, çfarë bën Ministria e Brendshme. Të tërë këto lëvizje duhet të jenë të kontrolluar. Turistat na vinë pa hesap. Tani nuk e di kontrollojnë as i kontrollojnë që vinë që futen, dhe kjo është një domethënë dhe kjo është një çështje kryesore që qeveria se s'bën organet kompetente saj duhet që patjetër t'i kenë këto gjëra, t'i kenë në kontroll. Tani këto sulme terroriste siç i shikojmë në botë, fjala vjen ato tani dolën dronët, po dhe droni mund të jetë një element, po droni mund të jetë edhe këtu në Shqipëri. Ai e bie monton këtu edhe ta hedh atë, mjafton ai do për panik, mjafton ai do që u godita këtë vend që ishte aleat i Shtetit Bashkuar të Amerikës. Vërtet vëmendja është e përqendruar në Iran e tek ngushtica e Hormuzit, po edhe në Izrael në vendet e rreth rrotull që ka, por ai do që ta shtrijë. Edhe ne nuk e dim ende fuqinë se ka Irani, fjala vjen se ai është vend malor. Ai thotë që kam goditur shumë baza, ai ka asgjësuar e tëra këto, por problemi është që ne nuk i dim sa ka asgjësuar, nuk ka mas. Nuk ka, domethënë lufta ka bilance, nuk ka bilance. Bilance bëhet vetëm në humbje, në dollar, miliarda dollar që humbasin çdo ditë në goditjet e nga këto. Dhe humbje jetës njerëzit. Deri tani afërsisht tonë që janë vranë 45.000-50.000 veta, po asgjë s'ka bilance. Do një luftë që nuk ka bilance, nuk mund të jetë, domethënë ecë të kuturu, pa objektiva të qarta. Zoti edhe diçka kam, sepse Trumpi tha që po e shqyrtoi me shpejtësi dhe me forcë tërheqjen nga NATO. Po tani mund të ketë Shqipëri po s'jem në NATO, sepse po të shikosh qinjet janë armatosur rënd me raketa kineze, me shumë e drejta. Ajo NATO kur është krijuar me baza juridike dhe është solide, është e fortë. Edhe nëse ka nenet e saj se në fundit Amerika e krijoi NATO. E kupton? Dhe nuk mund dalë një president se atje ka kongrese, ka ligje, ka rregullore të tjera. Dhe nëse njofton si procedurë, me sa di unë kemi studiuar ato, do njoftoj sot, po mbas një viti ka të drejtë që dalë në atë, nuk del me njëherë, se janë procedura që duhet ndjekur. Kështu që dhe nëse e bën deklarimin që do dalë, ai sot po varet e lë Senati, e lën kontrollin objekte të tjera, atë duhet dalë mbas një vit. Kemi dhe krahun tjetër Europa që e la SBA-n vetëm në Iran, pra pa pritur asgjë. Europa e la se nëse do niste një luftë, ata nuk e pyeti, domethënë nuk u pyetën në këtë luftë, se është ndryshe fjala vjen që të pyetje, do mirret mendim, se është NATO, domethënë NATO për këto objektiva, për këto që ruan paqen, ruan sigurinë në këtë Europë, por edhe më gjërë, me që domethënë Amerika është, domethënë është një shtet gjigant dhe interesohet, ajo nuk e pyet, domethënë në këtë vendosi veton, si mund të themi neve, dhe vendosi vetë Europa u spostua në këtë drejtim. Duhet të shikojë tani kush e ka përkrahur Shtetet Bashkuara të Amerikës përveç se neve. Më thuaj një vend të NATO-s. Nuk e vetëm ne e përkrahemi dhe Izraeli. Do të thënë vetëm shtet që i dërgoi mesazhe në ato që ke bombarduar e KB ishte vetëm qeveria jonë në këtë drejtim. Dhe të tjerët hiç. Pra, edhe dalja nga NATO nuk mund ta bëjë dot një individ, se ka struktura, ka ligje, ka protokolle, ka nene që nuk të lejon. Nëse deklaron sot, do dalë mbas një viti Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po në fakt goditje më e fortë se sa dalja, edhe duke mos pritur të bëhet një vit. Uroj që mos ndodh kurrë, tani të dalësh publikisht e thuash që edhe Rusia e di, edhe të gjithë e dinë, edhe unë e di që NATO është një tigër prej letre. Zëre si nuk ata. Ajo nuk mund të jetë ajo, se nuk e ka provuar shtigër prej letre. Kupton në këtë drejtim. E tha ai. Po e tha presidenti jam, por nuk mund të thuar në këto gjëra që nëse thuar prej dik prej letre, atëre urdo ku e kemi të garantuar neve këtu Shqipërinë tani, se dalim në anën tjetër tani. Pra prandaj ju pyeta që në fillim ta mund të ketë Shqipëri pa NATO. Po pra tani atëre ne që kemi tigër prej letre, ne u shkërmojmë komplet me njëherë. Domethënë të tëra këto që kanë deklarata bosh. Më kupton? Janë deklarata bosh, do me thënë ne në momentin që kemi në çdo rrezik vetëm Zoti na ka ruajtur ose në gjë që s'kan ardhur të ta bëjmë pshesh. A mendoni që ka diçka që nuk shkon, ka reaguar më shumë Kroacia ndaj furnizimeve të Serbisë me raketa kineze të tjera se sa ne? E keni vënë re këtë dallim apo
E kemi vënë re neve dhe Greqia armatoset, edhe Serbia armatoset, edhe të tëra vendet armatosen, edhe kanë ushtri solide, i kanë dhe forcat toksore, i kanë dhe forcat aerore detare, po kanë dhe ushtrin rezerviste. Ne kemi vajtë kaq vjet, jo që e hoqë shërbimin e detyrueshëm ushtarak, që ishte një element shumë i rëndësishëm i përgatitjes së popullit për luftë, por ne hoqëm dhe rezervistët. Dhe nuk e kemi, ne sot e kësaj dite, jo do t'i ngrëm zoti bëjnë, nuk kemi që rezervisti është një forcë e madhe, ashtu siç është ana tjetër është dhe popullata e ta përgatitesh për luftë. Në këtë drejtim ne elementet i kemi bosh. Bosh mund të në letra mund të kenë, por gjë realisht ne nuk kemi parë. Ne nuk kemi parë se e ndjekim situatën. Serbia po armatoset, Greqia po armatoset, ne vërtet kapacitetet tona këto janë, edhe vend territori, po të paktën të kemi solide, fjala vjen të kemi ato që të kemi në rregull. Të kemi të gatshme, të kemi për çdo gjë, ne nuk themi që do blejmë avione supersonike, avion të modern, por ai sa na lejon ne të dimë që ti godasim e ti bëjmë, të tregojmë forcën, të dinjitetin ton, të tregojmë normën ton, domethënë të gatshëm për luftë. Në këtë drejtim më duket se bëhet pak ose as pak. Po, një situatë hipotetike përballë dy fëmijëve që ju thatë edhe armatosi e tyre, edhe me një rast ndoshta që mos do të kur tërheqet të SBA-s, ku mund mbështetemi? Mbështetja e popullit jonë është vital njëherë. Ta kesh qartë, do me thënë patriotizmin e kanë në gjak. Edhe unë e shikoj në shumë drejtime këtë, patriotizmi populli ynë është patriot. Do me thënë edhe ata që janë jashtë, ju mendoni që do kthehen? Patjetër do kthehen nëse preket vendi jonë. Në këtë drejtim kjo është një bazë shumë e fuqishme dhe këtë patriotizmin e kanë shfryzuar në çdo kohë. Që në historinë që të shikoj, populli jonë është treguar shumë patriot për të mbrojtur dinjitetin, për të mbrojtur vendin e tij. Ne kemi në shumë raste, kemi që në luftën e që në kryengritjet e 1911-1912 u shpall pavarësia, e kemi në luftën e Vlorës, e kemi në luftën nacionale shqiptare, e kemi në luftën e Kosovës, tregon për një patriotisëm të gjerë dhe të madh. E para. E dyta është që ata filluan fjala vjen sulme për terroriste, dhe nga tjetër do ketë struktura të tjera që do të përpallen. Dhe e treta është ana ndërkombëtare që detyrimisht që ata bëjnë një luftë pa drejtë duke pushtuar një vend sovran dhe të lirë. Pra janë tre element kryesor që ne do kapemi fort në këto element nëse do ketë në një zhvillim, por nuk ma do mundja në këtë drejtim që të ketë zhvillime. Duke uruar që tjetë kjo që ju e mbyllët në fund me këtë fjali që nuk besoni që do shkoj tjera atje, megjithatë masat e përgatitjet, siç e thatë dhe ju pak më lart duhen marrë, dhe sinjalet kanë qenë u bën disa vite që kur nisi lufta në Ukrainë, që ndoshta mund të ishte bërë dhe diçka më shumë. Zotë, të falenderoj shumë për bisedën. Faleminderit dhe juve dhe gjithë të mirat.